Përshëndetje. Përshëndetje, si e motra, je mirë, faleminderit Mirë Zotit që shumë, po ti si je? se zakonisht nuk më vjen femna në live se nuk më kanë për qef. Po, unë u bora kurioze pak më përpara, kur ishe duke folur me një mashkull këtu, edhe ai ishte muslimani normal, edhe fole për Jezusin që ka qenë i dërguari, do me thënë Zoti është bërë Zoti, ashtu tha e po? Fjala e Zotit o mishnua e ka marrë edhe natyrën njerëzore, po. Tashi, ka qenë Zoti këtu, për ka qenë njerëzimi këtu, e seftën e parë, pastaj u lind Jezusi, ose ishte Jezusi edhe... Jezusi është i përjetshëm. A ke lexuar Kur'an ndonjëherë? Jo, asnjëherë. A ke lexuar Biblën? Jo, asnjëherë. Do me thonë nuk jam një person që e ndjek fejen, e di që jam besimtare, besoj te Zoti, nuk e kam praktisuar fejen. Po, je me parardhje muslimane, apo? Po, por besimi im më i madh është te Zoti. E di, por dëgjoj, i kuptoj ju tona këto, se kom studiuar psikologji me njëherë i kapi gjanat. Okej. Sipas Biblet, po dhe sipas Kuranit, Jezusi janë fjala e Zotit. Fjala e Zotit, sipas logjiket, këtu mund me përdor logjikën. Zoti, a mundet me kja pa fjalën e vet? Si? Zoti, a mundet me kja pa fjalën e vet? Shpjego ma pak më ashtu. Zoti, është i përjetshëm, apo? Po. Fjala e Zotit, është e përjetshme apo e krijuame? Është e përjetshme. Po, shumë bukur, ashe? E ke fol me logjik, shumë mirë. Që do me tha, Biblia atër thot, në fillim ishte fjala ishte me Zotin, fjala ishte Zot, po fjala e Zotit u mishnua, e u ba njeri me udhëzua njerëzimin. Për shembull, në Islam është e njëjta logjik. Por në Islam thot se fjala e Allahut u ba Kur'an, këta në Biblia në pak, u ba libër. Në krishterizëm, që me udhëzu njerëzimin është se fjala e Zotit o ba njeri. Tash Jezusi, si njeri, edhe në Kur'an, Jezusi janë njeriu më i përsosun, i vetmi njeri që s'ka ba mëkat. Nuk ka në tokë mu martua, me pa shumë gra, me pa pasuri, a i ka me përsunua njerëzit shpirtnisht. Ka jetu mes njerëzve pa mëkat, ty la mëshirë e ty me la dashni, ka si njeri, ka shëru çdo smurje, ka ringjall njerëzit nga të vdekurit, këta është edhe në Kur'an edhe në Bibël. Në fund Jezusi ka... besoj atë, por okej. Jo, kjo në çështje besimi, s'mush me besua, por këta e ke edhe në Islam, nuk mush me tha se jom Islamit nëse si beson. A kupto? Edhe Jezusi fol si asnjë njeri që ka fol deri tash. Ajo i vetmi që thot nga kryq pranon me vdek për ne, e u thot për sulmuesit e tyne thot falji o atë se nuk din çka bën. Jezusi thot falni armiqtë tuaj. Okej, si e mori Jezusin atë krenarin më të madhe që njerëzit i besojnë atij? Nga e mori edhe si e mori? Nga veprat e tij. A kishe me besu ati një njeriu që ke jetu 3 vjet me ta, i cili shpërnda dashni, kur janë njerëzit e smur të verberit, ata që nuk dëgjojnë, ata që s'munden me ecë, aje vendorën e vete i shëron, kur vjen një njeri, për shembull, nuk janë një vajzë 12 vjeç, që 12 vjet, vajza 12 vjeç vdes, Jezusi shkon e i thotë ngritu, ajo ringjallet, para dëshmitarve, apo ti si femën, o një gruën në Bibël, që thotë për 12 vjet, ajo nuk muj me në lua gjaku, në atë kohë doktorët s'ken qka me i ba. Ajo tash, në fen që futen atë kohë, po dhe në fen Islam e sot, ajo që i dërë gjak nuk mundet me lut namaz. A kupto? Kjo grua nuk guzon me më uavit njerëzve as me prek kam. Kjo vjen e kap Jezusin për teshat e ti. Jezusi kthehet e thot, kjo burnesh, kjo një grua fort, merr aq guzim, e ka aq fen Jezusin që ky ka me shëru. Jezusi thot, kush me preku? Kjo grua thot, unë. Tash krenet e ligjit, si që i fut në atë ko, si hoxhallar sot,
e kishin vrarë këtë grua, sa pa pastër e ka prek njeriu e pastër. Jezusi i thot, o grua, feja jote të shëroj, se kjo kur e prek Jezusin, shejtnia Jezusit transmitohet e kjo. Që këta e kanë pa njerëzit me sy, e këta njerëz kanë dëshmua, e kanë shkrua veprat e tij. Unë e kom takua këtë dashni, e kjo më ka ndryshu jetën, që po prap po thom, besimi është çështje besimit. Por unë po thom arsyen pse unë besoj. Se Jezusi, sipas dëshmitarëve, që i kanë kje apostujt e tij, po edhe 500 vllazën, me njëherë, Jezusi ka vdek në kryq për mëkatet tona, i pa fajshmi ka vdek për fajtorët, na e kem pa të gjithë gjakun e ndym, si me tha, na jem katënorë, se na kem gjelozi, na urrejme, na kem shumë gjana njeriu, s'ka asnjë njeri shejt. Jezusi si Gjithmonë njeri kanë qenë njerëzit. Po, përveç Jezusit, Jezusi a i pa mëkat. Këta është motër edhe si pas Biblit, edhe si pas Kuranit. Që një njeri aq të shenjt, që nuk ka pushtet as vdekja mbi ta, a i ringjallje të vdekurve, për ata kem shpresën në mas vdekjes, se një njeri ka fitu, ka poshtë vdekjen për të gjithë njeriut. A dini si janë këta? Po ta shpjegoj thjesht. Kur, për shembull, një grup fëmijësh, e kjo grup fëmijësh ka frikë me kalua në një vend. Atë në gjendet më va thy frikën, e shkonaj e kalon për buzni qenit apo për buzni vështërsit. Ajo jepat në zemër të gjithëve me tha, kur e bani ky muj me balena. Kështu Jezusi. Jezusi ka vdek për mëkatet tona, thot nuk ma merr kush jetën, unë e luroj për ju, por ajo është ringjall. Tash nëse ringjall Jezusi, kjo më ne pëlle mua shpresë se kom ringjall, se unë kom pa tragedi në familje, ndoshta ke pa edhe ti, ndoshta ka muda me pa. Që Jezusi ta ne shpresën që varri nuk ka i mrami, është jeta që është e ka fjallën e mrame, se Jezusi ka shkatru varrin, që nëse të ka dek mama, nëse të ka dek blau, motra, shoqja, ti nuk jeto pa shpres nëse beson Jezusin, se aj që ka më poshtë varrin, Jo, se besoj as ato, unë e besoj Zotin. Po që me e ba Zotin që s'nimon mas vdekjes, qka me e ba Zot? Si? Qka me e ba një Zot që nëse të ka adek i dashur italian varë? Qka me e ba Zot? A i s'nimon? Pas njëris dhe më ndihmoj mua. As ai ka qenë njeri, edhe ai ka qenë njeri. Okej, po pse beson ata? Pse beson Zot? Okej, Zoti është i përjetshëm ashtu? Tashi, pse nuk folli një Gjizus ose një Muhamet sot? Sepse ti e ndjen në shpirt. E ndjen gabimin, e ndjen gjithçka që bën, e ndjen. Po. Jezusi ka qenë i lindur si të gjithë neve që jemi të lindur. Jo. Kush ka kja ati Jezusit? E ato si di. Po, aman, shemë neve si muslimat, tash unë nuk e kam studiuar muslimanismin. Po dëgjoj, për ata po të folji, ma shumë po të folji nga krahi islamit për Jezusin se po të folji nga Biblia. I vetmi njeri që ka lind pa babë, edhe në Kurano Jezusi. Ato se besoja, kush ka lindu pa babo? E thot edhe Kurani, kush ati Jezusit në Kuran? Kush ka lindu pa babo? S'ka kur vetëm Jezusi. As mirë. Po Jezusi, e thot Kurani. Ajo nëna e Jezusit ka qenë një femër që ka shkuar me shumë femra, e ka lindur, edhe përpara ka qenë që njerëzit kanë qenë të zhvilluar në trurin e atyre. Po a ka ke zhvillu ma që më lahu? zëvritet ajo që ka shkuar me shumë mashku, s'ka ditë kujt i thot që baba është i këti, edhe lindi gjoja, që nuk lindën sot një femër Po vegjires. dëgjoj motër, po alternative e bën Allahun rëndës, me lexua Kuranin, thot Maria o gruaja me shenjte, që kur s'kam katnua, ti e bën e kaljavire, ti e bën e Allahun rëndës. Jo, unë Allahun kur se boj. Po Allahu po njerëzimi është rëndës. Po dëgjoj motër, po edhe sa do që të jnë këtu muslimanët, ose ti si katolik, apo si do qoftë që të jetë, neve si do qoftë do të respektojemi, sepse feja është për shpirtin tënd, feja ime është për shpirtin tem në qoftë se neve i besojmë Zotit. Feja po cilët Zoti beso ti? Ti Allahut si beso? Ai krijuesi që i është dhënë Zoti emri Zot. A është Allahu krijuesi?
Po, i është dhënë emri Zot, do me thonë. Është krijuesi. A beson Allahun? Po, e besoj Zotin. Po Allahu thotë se Maria, po dëgjoj, Allahu thotë se Maria s'ka bën kur mëkat, e se po kush të tha Zoti nuk erdhi të tha tyje apo tjerëve. Ajo është e shkruajtur sikur unë ta marr jetën time, edhe ta shkruaj aty historinë. Me sa e kam studiuar nga jeta ime vet, kështu. Po, si do qoftë, nuk është mirë të ofendojmë njëri me tjetrin. Shumë shtirë me folë me ty, se dëgjoj, na kem nevojë. Po e ti unë e kam kokë fort, jam shqiptare. Jo, nuk ka kokë fort ja. Por na për ata munohem. Unë përdori një mënyrë në filozofi thirret në filozofi quhet metoda e Sokratit. Unë munohem, s'munohem me të bind. Unë munohem me të bë pyetje që ti më menua. Ti thua se beson Allahu. Po ky Allah në Kur'an thotë se Maria pa mëkat, e se Jezusi nuk ka atë, po e ka dërguar Allahu fjalën e vet, kalimatu Allah, e ka dërguar te Maria. Tash, ti the Maria ka shku me shumë njerëz, Kur'ani thotë se është virgjër. Jo, Allahu rrenc. Dëgjoj. Jo, unë se bora Zotin rrenc asnjëherë. Krijuesin tem nuk e bora, po i bora njerëzimi, ishte fjalë e njerëzimit. Po Kurani, se unë e vetëm ato dosha ta boj bosa, si të qoftë nuk është mirë të ofendohemi njëri me tjetrin, sepse feja duhet të jetë në shpirtin e çdo njeriu. Edhe këtu komentarët folin shumë keq, jo kështu, po vetëm më erdhi interesant nga që tha që Jezusi. Ata se Zoti janë i përjetshëm. Po ai duhet të jetë krijuesi, por ndryshe si do të krijohesh gjithë këto gjëra. Ti gjithë njerëzimi, gjithë natyre, në uje, në token, mbi token, nën token. Amen, ta pranoj, po ty të më dëgjoj. Nëse Zoti është i përjetshëm, e nëse Biblia thotë se Zoti na don, Zoti thotë dashni, thotë Biblia. Deus caritas est. Zoti është dashni, esenca e tij është dashni. Nëse ky Zot që është i përjetshëm, e tha ti vet, e ky Zot është dashni, e ky Zot na don. Atëna, pse nuk është e arsyeshme me besua se ky Zot do më na lloj jetën e përjetshme nëse ai është i përjetshëm? Ato se di, s'unë kam. E di, po dëgjoj, kjo pra logjika e krishterizmit. Zoti i përjetshëm, Zoti na don, çka bën? Ai fjalja e tij merr trupin njerëzor, e sfidon varrin që më na hap derën të gjithë neve me jetua përjetësisht me Zotin, sepse na don Zoti. Nëse Zoti na don, pse më na lë të vdekun? Pse nuk na arte ai? Ja, po ta lexoj pe Biblit, këtu e kam filluar programin sot. Ju të më dëgjon. 1 minutë. Çka thot Jezusi? Mos ju shqetësohet zemra. Besoni në hyjin edhe në mua besoni. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa, po të mos kishte, a do t'ju thosha, po shkoj t'ju bëj gati vendin. Kur të shkoj e t'ju pregadis vendin, do të vi prap e do t'ju marr tek unë, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju, ku shkoj unë, ju e dini rrugën. Zotëri, tha Toma, na s'dim ka po shkon, si pra mund të dim ullën? Jezusi ju përgjegj, unë jam ulla e vërteta dhe jeta, askush nuk shkon të kati, por ne përmes mua. Që, Jezusi thot, ku jam mu, dëshiroj me kja dhe ju, sepse Zoti na do, nëse Zoti janë përjetshëm, e ty, prit në Zot, t'ka dek vlau, motra, baba, nana, e Zoti ta lën varë, mu kalp, e le s'ka ma jetë, a i sën Zoti dashnis, ky Zoti jam ma premton mua aq shumë të duam, thot, që as varri nuk muj me da pe i met, për ata Jezusi që thaq, vdek në kryq, e në poshtë të varrin, që më nalon shpresh që me tha, nuk ka pushtet varrin mbi bitë e mi, se Zoti i përjetshëm do në lët bitë e ti, ne si bitë e ti këto në krishtanizëm, në islam nuk guzo me i tha Zotit atë, a me tha jon fëmija i Zotit, në krishtanizëm, na i thome Zoti është atë, nëse ati që më donë, a i dëshiron që ju me kja me ta. Kjo është logjika. Oke, faleminderit shumë. Zotit Bekov, motër, kalov shmirë. Jutëm, lexoj ljatën e re, e lexoj Kuranin, e ljutu, se këti the beson Zotin, po ky Zot duhet me pa një
ka fol me njerëzim. Ja, Nuk mund unë kam me ke- shpirtin tem, e ndje, kështu që se kam problem, jam shumë mirë. Ajo, po dëgjoj, ajo është Po shumë e vetëm mirë, që nuk por më vjen mirë neve të zgjidhemi njëri me tjetrin, të ofendohemi, se jo të gjithë i kuptojnë fejat. unë Mund nuk ta ofendoj lexoj kur ka. Kurani, por nuk mund ta kuptoj fjala bie. Neve ofendohemi jo katolik, jo muslimani, feja. Po kur të vjen një gjë e keqe, një luftë, gjene të bashkohemi dhe ndihmohemi njëri me tjetrin. Kështu që nuk është mirë të ofendojmë fejat, se ti ke besimin tënd, unë temin, çdo kush ka besimet e veta. Po, kjo e vërtet, por ti, si pas ti shpjegimi, ti e shumë me advancume në moral se Allahu i Kuranit. Se Allahu nuk e lejon këta, thot me luftu jo besimtarët, thot mos me zë shoqni, thot me të krishterët, thot krishterët e që i futjon më të ndyt nga krijesa, këta në Kuran motër. Ti napton ajetet, sura 86, sura 5:51 mos zani miqësi me të krishterët, sura 8:12 thot në prej në qaf, sura 9 që në 11 thot luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin, levrajnë, vritën, sura 9:29 thot luftoni ku do t'i Po gjeni, prandaj i me keq vrajnë. kuptojnë fejat, se i keq kuptojnë. E di që fejat janë të bukura, po i keq kuptojnë, i keq përdorin. Po si do të jetë në çdo zemër të njeriu. Nëse të thot libri, me vraj jo besimtarin, e qohet ai xhihadisti, e vret jo besimtarin, e thot Allahu Akbar kur e vret. A s'ka keq kuptua? Larg o zot. Po mirë, a ka dëgjoj, okay, po ta bëj një pyetje të logjikshme. Ajde. Nëse Kurani thot me vraj jo besimtarët, qohet një njeri që beson Kuranin, e vret jo besimtarët e le thot Allahu Akbar. A ka bo si pas mësimit Allahut, apo kundra mësimi Allahut? Kundra mësimit, I think. Po si motër kundra kur thot, vrani jo besimtarë, thot Kurani. Ajo e ka ndjekur Kuranin. Po, janë ta thaqë. Nëse Kurani thot, po ta lexoj një ajet shpejt. Jo, se nuk e di unë ato. Jo, po ta lexoj unë, dëgjoj. Që thot? Sura 8:12 thot, Allahu thot këta, ky Zoti yt, unë do të hell frikë në zemrat e atyre që nuk besuan, e ju thot godetni në qafë e lartë me shonjë atyre në çdo gjymtyr. Këta Allahu thot, ju preni në qafë, thot, jo besimtarët. Okej, më u qua tash një xhihadist, e preni një njeri në qafë, e thot Allahu Akbar. A ka vepru, a ka keq kuptuar këta jetë, apo ka zbatua? Po e ka keq kuptuar me sa e di unë, me sa e kuptoj unë, se di. Te besoj që Zoti mund ta thotë që është se di, oh my god, shumë. Unë bashkë do të çoj atë, nuk do ta lexoj vetë ta kupta, shoh me as me vërtet aty. Po pra motër, po, shanjoje, sura 8:12, sura 9:29, sura 9:11. Motër, a besot ti pra se ky Zot jatë Kurani thot që me të rrah ty burri? Po, edhe na kanë rafu, po çfarë të bëjmë? Ka që një. Ka rra burri? Pa ti duhet me thirë policinë me të rra, po që si e si drita e dhjeve. Të jemi këto mente soqme, aman, me këto mente soqme, po. Po atë në ato ko ishin... Unë me pagrua... Se këtu në më ndëgjojnë miliona njërës të një. Po motër, dëgjoj. Unë me pagrua kur s'kishmerra? Kishmeda. Biblia thot, njeriu thot... Po jo Biblia, ato duhet të thot çdo një vetë logjika jote, jeta jote ta thot ato. Jo. Po ta thom çka thot. Do presisht ti Kurani ose Kurani ose Biblia ose kush do të ta thot. Duhet vetë jeta njeriu. Po dëgjoj, po ti krahasoj logjikat. Biblia thot kështu. Biblia thot njeriu, një burr, me ra gruën, mja ban keq gruës, se dy bëhen një. Në martes, dy njerëz bëhen një mishi vetëm. Exactly, yeah. A i thot o njeri budal, se thot, i cili njeri, ti me kapu synin e me zirë sot, ti kishe me tha kjo i marra, po? E njëjta gjane se unë rahi gruën. Kurani thot pra me ra gruën, dhe që thot, ato që u keni dro krye lartësisë të tyre, vetëm me pa dro krye lartësisë të tyre, burryt, largonin nga shtrati e le rahni, këta sura 4 El Nisa. Nese, të ishë shumë fellë të agës, se unë t'i besoj asaj edhe ashu, po
vetëm erdhi interesant kur fole për Jezusin, Po, për dëgjoj. veten teme nga i ndëgjojnë, nga jeta eksperiencë e imja, kështu që Jezusi është, i thash pak më përpara, edhe si do qoftë që të jetë, çdo feje duhet të jetë në zemrën e njeriut. Edhe jo këtu të zireni, të shajni njëri me tjetrin se nuk është mirë. Se shembull, të dali këtu një Amerikan ose një Spanjoll apo një do qoftë, edhe është një shqiptar katolik, unë do të mbroj katolikun edhe që jam musliman, që ai shqiptar. Po normal motër, por dëgjoj. E po, e shikon si nuk është mirë që neve këtu na ndëgjojnë edhe 1 miliona edhe ofendojnë edhe shajnë edhe motër. Unë për shembull nuk ofendoj kanë. Ton natën më kanë shah me nanën me babën e tona. Edhe nuk va kom thënë të keqen me të keqen se Jezusi thot falni, nuk din çka bën, mos e ktheni të keqen me keqen. Ne sa e thot edhe Zoti, po, ka janë munduar në libra. I cili Zot e thot ata? Jezusi me na ka mësuar, sa unë do të them gjyshimi është Zoti. Dëgjoj. Që si janë çështja këtu. Njerëzimi na jem kurioz, apo? Ne truni. Po, jemi kurioz, Jevis, po. Tash, unë jam ke 24 vjeç kur jeta s'm ka lëmë kuptimi kom patonat mirat e jetës, jam ke në shpirt, s'kam pa shpresë. Kom pa njerëz të afër më ka vdesin, kom tha vdekja te kom funit, pse me jetua? Pse mu munua? Pse me vujta jetën e me vdek? Nuk jam kja besimtarën, Zot, kom nis me lexu Biblën, kom taku Jezusin, ma ka ndryshu jetën, kom përjetua gëzimin më të madh. Nga kurioziteti, kom nis me studiua ma shumë, me studiua psikologji, me studiua filozofi, me studiua histori, me studiu Biblën, kom nis me studiua dhe Kuranin. Kur kom nis me folju për Biblën, këta mjën turët e tonë më msha, kam në të vra, kam në të prej, kom tha, po këta njerëz, ka e kanë marrë këtë frymëzim, pse more? Unë vetëm po shprehi mendimin tem, si që shprehi mendimin në muzikë. Në muzikë ti ke drejtën me tha, më pëlqen Dua Lipa, e unë me tha se më pëlqen. Po na nuk ke nevojë me prej njëri tjetrin qafa, kupto? Në sport, unë thua më pëlqen Juventus, ti thua më pëlqen Inter. Okej, na tash s'po vritna, kjo, tash, anë mod, ti thua më pëlqen, je kjo veshje, unë thua më pëlqen. Tash e lën te, na kem logjikën muj me ba debat. Unë me njëherë sa nisi me prezentu, diçka, këta më shajnë me nane, me babe, me janë tjetër. Kjo më ka ba me studiu këtë liber, kjo më ka ba me studiu a Kuranin, të betohëm, kur e kom gjithë, që thot, me rahë gratë, kom tha o Zot, ashtë e mujsh me kjo, atër e kom kuptua, pse kanë vuj gratë shqiptare gati ma shumë se që kanë vujtën Francë, Itali, Gjermanin, botën tjetër të krishterë, se kanë marrë nga Kurani me ra gruën, e u duket halal, tra burri e ka halal. Si pas islamit, në xhenet, nëse qëndro muslimane, nëse se pranoj Jezu Krishtin, në xhenet, burri jut ka me pas paktit 72 virgjnesha. E a di çka ka me bo Allahu për ty? Vetëm ka me ta hjek gjelozin pe i zemrët, që ti ke me shikua burrin tant ka knaqet, e ti s'ke me pa gjelozi, po ti s'ke me i pa 72 sokolja. Motër, kjo smurje, kush e beso këta? A kom drejtuat në mu tha shqiptarve, mos i besoni këto budalache, se për këtë besim, për 72 huri e virgjnesha, shqiptarët po shkojnë në Siri, po vrasin vetin, po vrasin tjerë, se thot po shkojnë në xhenet të virgjneshat. A kom drejtu, ajo mu njeri dashtun që i thom një djalli sri, që i thot dua me ba terrorizëm, dua me vdek në rrugën e Allahut, që me dalen, që me pa virgjneshat, ajo mu njeri i mirë apo i keq, me i tha mos e beso këtë budalek. I don't know. Për para kanë qënë njerëzit më të paditur. Oh, you speak English too? Yes, of course. All right. I am American Albanian, so. I'm Albanian American. Yeah, all right. I'm always Albanian first. Albanian American, yeah, you're right. But anyway, është mirë të dish, por ama nuk është mirë të ofendojnë njëri me tjetrin. Të thash feja është në zemrën e njeriut, se ai që beson te Zoti, që lutet te Zoti, ato shprehen ndryshe. Folin ndryshe. E vërtet.
Se këtu gjithmonë edhe këtu më kanë shah ton natën e unë se veproj jo, ndryshe. Jo, s'ka edhe mua më kanë shar njërë këtu ku ka myrë në një folnin do muslimane për fejen e unë nuk të thash nuk kam studior për asnjë fe, po gjithmonë jam lutur dhe kam besuar shpirtnisht e Zoti, e kam në zemër, edhe faleminderit atia që më ka sjell deri këtu edhe më ka shpëtuar nga shumë gjëra. I faleminderoj vetëm Zotit të Madh. Tash kur folin për Jezusin edhe këto amerikanët e send, unë ja them të njëjtën gjë. I ua boj amerikanëve. Po ik më shko aty, thëm ajo, nëna e Jezusit ka bërë këshisa lera, s'ka që ka ditë kush është baba edhe ato qeshin me mua. Edhe tash pastaj në punë, edhe ato vetëm më qeshin, ja bëjmë kush është Jezusi. Shiko motër. Unë e ju në gjinafe, si do bëjmë gjinafe më katët? Këto, fjallët, bolorja, kur folën, ju vetëm në gjinaf. Motër, shikoje ti që ka mentalitetin ndryshë në Amerikë e në vendet tona. Po, e shumë. Ti u thuan punë që Maria ka pa shumë burra. Që kjo si pas Biblit e Kuranit nuk e vërtet. Me kjeti në shtete islame, e me tha një gjan aq, ata kishin me dvarë. A kupto? Po, ato i di, ato i di. Mua, por unë nuk të kërcnoj. Po, ndoshta këtu më dëgjuan, ndoshta dëmi të më vrasin, se di. Po, dëgjoj tash. Ta ndroja drezën. Prapëm ka met një gjan që po munohem me të ba me asër tyre. Kjo, prapë thom, it's called Socratic method. By asking question, I try to make you think. A thati vet se Zotit ka shpëtua nga shumë të këshia njetë. Okej, nëse Zotit ka shpëtua nga shumë të këshia njetë, pse nuk do me të shpëtua nga me malja keqe, nga vdekja? If God saved you from so many evil things in this life, the most evil thing is death. Don't you think he wants to spare you from death, to save you and to take you where he is? That, I don't know. Po, a është arsysh me dhe me menua këta? Yeah, I mean, e mendojnë do njerë edhe, you know, e mendojnë, është gjë normali ta mendojnë. Po, kjo që ka munojnë njerëzit me i ban vetëm me menu, sepse, nëse Zoti... Jo, unë mendojnë për para me gjithë këto vite mendojnë, po unë e kam gjetur edhe nuk mundemi ta gjenë. Po keme e gjetë kur të lezosh Biblën? Unë e marrë vesh Kurani dhe marrë vesh Biblën. Biblën keme, digjo, motër, lezo Ungjillin e Luksa shumë letë me kuptua. Kurani janë ajetet ndame, nuk ka kontekst. Biblia fillon shumë letë, thot ne kohën e Herodit, apo Cezarit, apo këti, ka ndollë kjo është shumë letë, a literatur shumë e letë me lezua. Por të gjo, prap kjo më banë me menua, sepse ti tha Zotit ka shpëtua për shumë gjanave të këshia njetë. Po qka është me keqja gjan? A me keqja gjan kanceri apo vdekja? Kanceri qëmë vdekje? Që nëse Zoti ka që shëron, edhe doktorat ka që thonë this is a miracle. A mrekulli Zoti ka shërua një njeri për kancerit. Tash, se i thonë, a di që ka do me tha fjalla Jezus? Jo. Jehoshua do me tha Zoti shpeton. Nëse do me shpetu Zoti, a duhet me qua njeri pas njerit me shpetua, apo e qonë shpetimtarin? The Savior, Jesus is the Savior. Ajo shpetimtari, Jezus, Jehoshua, Jah shpeton, Zoti shpeton. Nëse Jezus janë këthyen nga të vdekurit, nuk kam nevoj më qua Zoti prova për ditë, se të gjë logikën. Po gjithë jemi këthyje për të vdekurve, ku na ka rogë gjësendi në jetë. Motër, dhe gjë logika e Zotit pra, vërtet mundohem me të ba vetëm me menua. Dhe gjë. Jo, së mendojmë shumë. Unë kam hup shumë njerëz të dashun. Unë më u këthyë njerëzit nga të vdekurit, më ka vdek një shok para 5 vjeç. Aj më u këthyë nga të vdekurit, e me tha, hej, ju i që ku je, mu ki më put zemra. Unë nuk dëshiroj që më u këthyë njerëzit me më tregua, se unë i besoj Jarit, Jezusit, që ka vdek për të gjithë, që me shpetua të gjithë që javitën atina, që kjo pytja,
misteri më i madh i jetës është, si në islam, si në krishterizëm, kush është Jezusi? Lexoj shkrimin shenjtë, e ke në telefon, Gospel of Matthew, Luke, John. Do t'i shoh edhe ato, bashkë dhe po jam curious. Sikur jam curiouse for everything. Po, dëgjoj si ju thom njerëz, vashë si jam unë. Unë kur nuk ju thom njerëzve mos lexoni Kuranin. Unë ju thom lexo Kuranin, lexoni Lëljatën e re. Krahasoj. Unë jam besimtar që njeriu me Gati të dy zgjell. njësoj thuenjan. Jo as pak, motër. Pak. Jo as nuk pak. di, po këto që i kanë lexuar. Motër, as pak nuk ka. Kur gjë nuk është e njëjta. Kurani nuk ka as pak kontekst, nuk ka tregim. Biblia tregim. Për shembull, Ungjilli i Lukës fillon nga lindja e Jezusit, si arrit, si ka filluar Mesionin, çka ka bën, ka shëruar, çka ka bën. Kurani me njëherë fillon vetëm me ajete që s'kan kuptim, atë na kalon në surën Bekare që janë surja e Lopës, e s'din njeri çka është, as ka kontekst. Kurani në fakt nuk fol as për Muhamedin. The main protagonist doesn't have his story in his own book. Yeah, but unë një long time ago, ku kam shkuar, po shkonja ti bëj thonjë normal që jem ma ere, ka qenë unë Chineska. Edhe, kështu mua mbet baz mua betit, edhe unë i thash, unë jam muslimane. Ajo më tha, unë e kam lexuar, tha, Kuranin. Edhe më duke shumë e ngjashme me Biblën. Veç që shumë emra janë të ndryshuara të ndryshme. Unë i thash, më fal, thash nuk dua të fol, thash nuk e kuptoj as ata as këto, që jam rritur si pa fe, thash unë, nuk e kuptoj as njërën as njëtër. Na kanë thënë të besojmë të Zoti, të mbështeteni te Zoti, të luteni te Zoti, edhe të bëni gjërat e mira në jetë, kaq na kanë mësuar. Tash jeta na ka mësuar më ndryshe. So, I don't know more. Po mirë, dëgjoj, këto gjëra nuk vinë me një herë, këto gjëra. Asun s'kam pa besua, kam nis janë kjo krizë shpirtënore që më tha kush jam, pe ka komard, ku do të përfundoj? Who am I? Where am I going? What's the purpose of my life? I mean, we ask those questions many times, but only God knows. We have no answers to that. Exactly. So don't you think this God revealed some things to us, gave us some answers? Yes, that's what he does. We call exactly. So, yes, so that's what we call the Word of God, the Bible. Jesus came and gave us those answers. A pate si tha, u dëshiroj që t'jeni ku jam mu. I mean, me, I'm good where I am because I feel him in my heart, so I don't have no problem with that. I'm a hardhead with that. Listen, once I really felt this girl in my heart, but it didn't work out. Well, I wish you well. God bless you, and everybody. I have feelings. The feelings change. Njenja ndryshojnë. A kupton? As long as he's with me, I feel him all the time. I'm so happy. I'm blessed. What happens if you start feeling him? Do you depend on your feelings? Listen, I ask God the day that I'm not going to feel him, he'd rather take me where I belong. Where do you belong? I don't know. He's going to find out where I belong. Maybe somewhere in the other world, or I don't know. Because let's take the same love logic. Love is a feeling, right? Because we don't. No, love is not feeling alone. Even if you don't touch no one, you feel him in your heart. Why? Sister, you see? Love is not feeling. Love is a decision. It's a sacrifice. Feelings come and go. I am married. No, I know. And feelings go away, but the truth remains. Ta volim shqiptarve. Dashnia nuk o njenje. Dashnia o sakrific. Dashnia me malo mirëqenia e tjetrit. Kështu e shikojmë na. Nëse unë të dua ty, unë aty në të dëshiroj mirëqenjen ty. I desire the best for you. That's love. Because feelings, first time I met my wife, I had butterflies. Wow. Look at those eyes. She's so beautiful. Look at the hair. Shiko syrt, shiko fjokun. Asa miri vjenera. Oh, kur e kom put parën herën qap, më duk se nuk I kom la bus për 3 dit. Më duk se janë e ba akull.
But the feelings go away, but the truth remains. True. Njenja shkojnë, dashnia qëndron gjithmonë. Që kjo me Zotin, ka di që nuk e njeh Zotin, por u e besoj se Zotin do. Jo thirret feja, e besoj se ai me don aq shumë, e Biblia thot, aq shumë na ka datot që ka dërguar birin e vet, që ai me vdek për ne, që ai që beson në to mos mu bjerë, po me pajetën e pasosur. Your home is heaven, sister, with Jesus. So just accept him and honor him. Hey, I don't care who's here. As long as I feel God, I ask him. It doesn't matter who's here. As long as I have my blessing and everything, I don't mind who's here. What happens when you don't have blessings? No, I do have blessings. I know God is here. God is listening my prayers, so he knows. Por dëgjoj, nesër mundesh mu smur. A te don Zoti apo s'te don Zoti? Listen, if it's time for me to go, he'll take me. If it's time for me to leave, he will heal me. I know, and he sister, will but where? He will give me life to live. For what purpose? He knows why he saved me. Po motër, pse ku ka me çua? Ja ku jam këtu sot, që shkoj sot e nesër. E di, po are you going 6 feet underground? A ka me çua në barr? Apo do me të marrë të vetja si shta Jezusi? Unë dëshiroj ta që t'jeni ku jam unë. Po ku është Jezusi dhe kur në varë dëshkosh ti, unë gjithë dëshkojmë në varë. Po jo, Jezusi o rinjallë, motër, edhe si pas islamit, Jezusi o Jezusi o ate rinjallë dhe shku të Allahu. vdesish. Po, unë kom u rinjallë, se besoj Jezusi që ka fuqi, bijetën e betën. Gjyshim thoshte qa, kur të vje fundi botës, do me thënë nuk do mbesi as një këtu, atër do rinjallin të gjithë. Po shpirti yt kur dek. Shpirti thoshte nuk shkon, ku ta dun si sqaron të gjyshi. Edhe ja bon të që të gjithë do rinjallemi një dite. Të gjithë do rinjallemi një dite. Tashi, si do rinjallemi, aty veç kryusi e din. E kush është gjykatësi si pas islamit? Kush vjen me gjykuar gjallë të vdekurit? Mos më pyetje që nuk i di. I rhetorical question, a do me të lënë përgjigje? Fol. Edhe si pas islamit pra motër, Jezu Krishti, se është i ngjallë me Allahun, do të vi me ringjallë gjarë të vdekurit. Këta nga islami pra motër. Po e di unë, për ata i kom emrin Sheikh Malsori. I'm here to answer any questions. Okay. Thank you for your questions and your answers. Last question. Pyetja mrame. Ke humb rrugën, ke humb drejtimin. Ku je? S'po më intereso adresa, po cilën shtet në Amerikë jeton? Jeton New York? Une në New Jersey. Okej, upper, New Jersey. New Jersey, New York, më shumë i komplikum rrugët ka jerna. Edhe ke hup rrugën e s'din me gjetë drejtimin. Në një anë i ke varrezat, cemetery, janë njerëz të vdekun. Në anën tjetër janë njerëz të gjallë. Ka ke me shkua me pyt for directions, për uzim. Normal ke të gjallë, që atë vdeku i të mapin për të. Po lësë të logik na, dhe gjë logikën. Edhe si pas islamit, Jezusi është i gjallë në qiell e Muhamedi vdeku në varë. Po pse atë në je muslimane, bënju e krishtere, more motër. As the living person for directions, not the dead one.